Mjeku çudit botën, kosi çdo ditë shëron këto tre sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Një studim nga kërkuesi shkencor spanjoll ka treguar se të konsumosh kosër çdo ditë largon depresionin. Kjo gjë vlen sidomos për femrat. Në studimet thuhet se ata që konsumojnë kos rregullisht kanë 30% më pak mundësi që të preken nga depresioni në 10 vjeçarin e ardhshëm. Por ky studim tregoi gjithashtu se kosi është një produkt fantastik i dietës suaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Studimi vëzhgoi 14.539 meshkuj dhe femra. Ato plotësuan një pyetësor në fillim të studimit dhe një tjetër pas 10 vitesh. Studimet e tjera gjithashtu tregojnë se kosi është një përzgjedhje shumë e mirë e dietës së shëndetshme. Kosi është një nga ushqimet që nuk duhet të ndahet kur nga tavolina, i shëndetshëm dhe ndërmjet ushqyesit më të kompletuar që i bën mirë organizmit. Fermentimi i laktozës në acid laktik nga mikrobe të veçanta lejon eliminimin e sheqerit laktoz, i cili sjell edhe më shumë përfitime te personat që vuajnë nga koliti. Kosi ka një përqendrim më të madh se qumshti të proteinave, vitaminave dhe mineraleve, 20 deri në 100% më shumë. Aciditeti i kosit gjithashtu e bën më të lehtë për trupin të absorbojë ushqyesit, si kalciumin, zinkun dhe magnezin. Ajo që mund të themi është se kosi të zgjat jetën. Nga shumë studime është vërejtur se në vendet ku kosi është ushqim bazë, si në Sardenja, Itali, Bullgari, mosha mbi 100 vjeçare përbën një normalitet. Shpjegimi është i thjeshtë. Kosi është i pasur me proteina, antibiotik natyral dhe yndyrna të shëndetshme. Nuk bëhet fjala për kosin e përpunuar, por atë të përgatitur vetë në kushte shtëpie, i cili do t'jap shumë përfitime për organizmin. Kosi është një nga ushqimet më të konsumuara për njerëzit prej qindra vitesh. Ai dallon nga vlerat e larta ushqyese dhe konsumi i rregullt i tij sjell një sër përfitimesh të mira në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë e dietës suaj, sidomos edhe në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Për disa, dëshira për të humbur në peshë është aq e madhe sa që mund të kthehen në çfarëdo lloj zgjedhje, qoftë një ushtrim ndërtues në palestër ose edhe vazhdimi i dietës së tyre, por zakonisht kombinimi i të dyja këtyre faktorëve mund të jetë një përbërje shumë e mirë për të reduktuar edhe kilogramat të tepërt në organizëm. Sa i përket një diete të shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në këto dieta, pasi sipas shumë dietologëve, ai do t'jap përfitime më të mira në menaxhimin e kilogramëve të trupit. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë për zorrën tuaj të shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësore për të mbajtur një mënyrë jetese të shëndetshme dhe gjithashtu më efektive. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe thithjen e lëndëve ushqyese, ndaj është thelbësore që ato të funksionojnë si duhet. Një gjë që mund të ndihmojë në këtë proces është edhe shtimi i kosit në menunët tuaj ditore. Kështu ndikimet e tij në organizëm do të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Kosi është një produkt fantastik edhe për të pasur kocka më të forta dhe gjithashtu edhe më të shëndetshme. Nëna juaj gjithmonë thotë që të pini qumësht për kockat tuaja, por ndoshta ajo ka harruar edhe anën pozitive që kosi ka në këtë drejtim. Kosi është një nga burimet më të shkëlqyera të elementëve ushqyes, të kalciumit dhe mineraleve të tjera të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e strukturës së nyjeve dhe parandalimin e problemeve të kockave. Ekspertët thonë gjithashtu se shtimi i kosit të papërpunuar në dietën tuaj do të jetë një nga alternativat më të çmuara në dobi të shëndetit gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Kosi do të përmirësojë gjithashtu edhe humorin tuaj. Në mes të problemeve të stresit, të punës, por edhe çfarëdo lloji problemi tjetër, kosi nuk duhet të mungojë gjithashtu në regjimin tuaj ushqimor. Ndaj shtimi i tij në dietën tuaj do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në reduktimin e situatave tuaja stresuese dhe parandalimin e komplikacioneve. Shtimi i kosit në dietën tuaj ditore mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë edhe për të rritur imunitetin tuaj.
Në ditët e sotme është më e rëndësishme se kur të kemi një imunitet të fortë dhe të parandalojmë gjithashtu komplikacionet e tij. Duke ngrënë në kosër çdo ditë, ju do të përmirësoni traktin tuaj gastrointestinal, do të parandaloni komplikacione dhe do të rrisni gjithashtu rezistencën e organizmit. Sigurohuni që kosin ta keni pjesë të përzgjedhjeve tuaja ditore, gjithashtu edhe të parandaloni komplikacionet e tyre. Shtimi i kosit në menunën tuaj ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund të arrini të bëni në dobi të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Sigurisht, konsumi i kosit të freskët në dietën tuaj ditore mund të jetë një përmbledhje shumë e mirë edhe e elementeve ushqyes. Kosi duhet të konsumohet me maturi dhe brenda normës së lejuar në mënyrë që të merrni të gjitha këto përfitime ditore. Kosi sigurisht që është një nga produktet më ushqyese dhe me vlera të larta për organizmin, ndonse disa personave ju shkon edhe më shumë për dobit që ai ka në dobi të shëndetit, krahasuar me disa të tjerë. Kosi është një përzgjedhje fantastike për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse e konsumoni me kujdes dhe brenda normës së lejuar, përgatituni të merrni anën e tij pozitive në dobi të shëndetit, citojnë ekspertët e Healthline. Produktet e qumshtit të tilla siç janë edhe kosi përmbajnë avantazhe të mira për shëndetin, në luftën kundër komplikacioneve dhe parandalimin e problematikave të tyre. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për sa kohë ai konsumohet dhe kombinohet si duhet. Kosi është një nga ushqimet më të preferuara sidomos gjatë stinës së verës, i pasur me nivele të larta të proteinave, sistemi imunitar gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm. Ai ka kalcium, çka do të ndikojë në shëndetin e kockave dhe do të ndihmojë gjithashtu të bini nga pesha dhe të mbroni veten nga viroza dhe i ftohti. Përzgjedhja e kosit në menunën tuaj ditore do të jetë një avantazh shumë i mirë i sistemit tuaj tretës. Megjithatë, nuk rekomandohet që të konsumohet gjatë orareve të mbrëmjes, sepse krijon mukozë në kanalin e hundës për ata persona të cilët vuajnë gjithashtu nga problemet e astmës, alergjive, ftohja dhe problemeve të ngjashme. Përfshirja e kosit në rutinën tuaj ditore do të ofrojë bakterie të mira për stomakun siç janë lactobacillet, të cilat do të luajnë një rol fantastik për sistemin tuaj tretës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët e cilësojnë kosin si një përzgjedhje të mirë natyrale në betejën kundër komplikacioneve. Ndaj përdorimi i tij në kujdesin e duhur mund të jetë gjithashtu një nga mënyrat më të mira për të nisur ditën dhe për të parandaluar gjithashtu dëmtimet e shëndetit. Shkenca thotë se vetëm një sasi e vogël e kosit në frigorifer mund të paraqesë një arsenal të vërtetë të mbrojtjes shëndetësore. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore të tij. Kosi ju mbron kundër diabetit. Ullumtimet e shkollës së shëndetit publik të Harvardit kanë grupuar rezultatet e tyre të studimeve që kanë pasur në bazë historinë mjekësore dhe jetësore, sidomos të personave të rreth 200.000 profesionistëve të kujdesit shëndetësor dhe të operatorëve të cilët nuk vuanin nga sëmundjet e zemrës, diabeti ose radikalet e lira. Ndjekja e tyre në vazhdim tregoi se kombinimi i produkteve të qumshtit në përgjithësi dhe kosi në veçantë nuk ka efekte të dëmshme te personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 për sa kohë nuk shtohen ëmbëlsues si sheqeri. Kosi përmban probiotik, të cilët luftojnë në metalet e rënda. Kosi përmban probiotik, të cilët mund të zvogëlojnë absorbimin e disa metaleve të rënda dhe të toksinave mjedisore brenda trupit tuaj. Studimi i kryer nga shkencëtarë në qendrën Lawson në Institutin e Kërkimeve mbi Shëndetin në Kanada ofroi në provat e para klinike se si një sasi kosi me përmbajtje probiotike mund të përdoret gjithashtu edhe për të zvogëluar problemet e lidhura me mërkurin dhe arsenikun në organizmin. Gjithashtu kosi është një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemeve të depresionit dhe për sa kohë ai konsumohet nën kujdesin e duhur mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i kosit në menunën tuaj ditore, sipas ekspertëve, mund të jetë një zgjedhje produktive kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj konsumit të tij pa përmbajtjes së shtesave mund të jetë zgjidhja më e mirë që mund t'i ofroni trupit. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.